Unë mendoj se imazhi fake i kryeministrit Rama është qartë tashmë. Pra ne nuk kemi më një kryeministri i cili dilte gënjente, mashtronte dhe mund bënte çfarë të donte ai. Kjo është protesta e parë, mendoj që ai nuk ka arritur ti manipuloj qytetarët e Republikës Shqipërisë. Pra këta qytetarë nuk ka arritur dot t'i blej. Dhe në moment që kemi një grup i cili nuk është i vogël, ne kemi parë mira e qindra mira në shesh, nuk ka arritur dot t'i manipuloj. Të mos harrojmë protesta studentore u shuan, apo edhe mbetjeve kimike, apo edhe shumë protesta tjera, qoftë protesta në unazave, unaze madhe që u ngritën shumë njerëz në protestë dhe u shuan të gjitha, u përçan, u blen dhe u shantazhuan. Ndërkohë, kjo protestë është asaj shtrese e cila punon dhe më bëri përshtypje një djalë i cili shpërndante ujë me bidona ditën edhe valvit flamurin në mbrëmje. Dhe këta janë njerëz që nuk mund të shiten, nuk mund ta shesin djersën e dinjitetin e tyre. Dhe kjo është ajo arritje e madhe e cila nuk mund ta blej dot kryeministri. Mendoj që do kemi zhvillime dhe do kemi lëkundje të tjera të mëtejshme. Të mos harrojmë që këtë protestë me këta njerëz të thjeshtë të varfër ka arritur e ka mbështetur Parlamenti Evropian, erë dhe antarët Parlamentit Evropian, besoj ju e keni transmetuar, të cilët kanë dhënë zhvillime, pra kanë dhënë mbështetje për këtë protestë dhe për këtë hap. Edhe të mos harrojmë shumë të huaj të cilët janë bërë pjesë e kësaj proteste dhe kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë qenë në mbështetje edhe për krajin. Kështu që për këtë arsye ne unë vlerësoj që ne do kemi një zhvillim politik, pra të gjithë njerëzit, edhe ata që kanë qenë skeptik, mendoj që i kanë kthyer kurrizin kryeministrit dhe kjo është ajo elektorati gri i cili kryeministri ka abuzuar gjatë gjithë kohës dhe sot nuk e ka më. Nëse ndalemi pak në aspektin paksa ligjor, referuar protestave apo më saktë episodeve të tyre, sidomos para parlamentit në kohë që kanë qenë të dhunshme, dhe pasojat që kanë marrë, për shembull me disa arrestime nga radhët e protestuesve. Megjithatë, ky nuk është bilanci i vetëm. Por nga ana tjetër kemi edhe, po themi, një lajm që zuri faqet e para të shumë ditëve të fundit, por duket se Google e zgjidhi me kërkesën e kryeministrit, review të famshme për shumë biznese që protestuesit mendojnë se i përkasin oligarkëve dhe shumë përfituesve lidhur me qeverinë dhe pushtetin në mënyrë të pandershme. Këtu a ka përgjegjësi ligjore për shembull, sepse doli lista e zezë e protestuesve që e kanë realizuar këtë punën e reviewve? Unë mendoj që të shprehësh një mendim nuk është krim. Kështu lista e zezë nuk mund të bëhet për disa qytetarë të cilët ndajnë mendim ndryshe nga ai që ose duhet të shpreh mendimin e tyre në një formë apo në formë tjetër. Po sepse nisën hetimet për këtë. Përdesa aksesi është publik dhe mendimi duhet të jetë i pavarur për mendimin tim, ky lloj ndikimi që ka bërë shteti është i paligjshëm në ndihmë të këtyre bizneseve. Ne dim shumë mirë që këto janë bizneset lidhura me qeverinë dhe i kanë marrë fonde publike dhe patjetër që qytetarët këtë kanë shprehur. Pra, këto biznese duhet të ndëshkohen dhe të gjetën formën më artistike, mendoj unë, të mundshme që për të shprehur që ata janë pjesë e qeverisë dhe pjesë së keqes së vendit të tyre. Kështu për këtë arsye unë vlerësoj që nuk ka listë të zezë, çfarë do të vendoset apo çfarë do të vijohet, do thelloj skandalin, sepse nuk mund të merresh me një grumbull të madh njerëzish i cili ka shprehur mendimin e tij në atë mënyrë që ata e kanë menduar. Kështu që s'mundet të bëhet policia e shtetit apo institucione të tjera me një individ që padyshim që ne e dim shumë mirë që këto individ për cilët janë marrë këto review negative janë të lidhur dhe kanë marrë fonde publike. Për këtë do t'japi llogari